Ky është flamuri i dinastisë Tribalda. Për të dalë në identifikimin e flamurit sërb. Në zonën e Rashkës, që i bie në Serbinë Jugore, më 1110, nga Zupan Zadiva, një feudal i lirë, që i përkon me zonën e Serbisë së poshtme. Do me thënë, ka lindur Stefan Nemanja, vënlindja, Rashka. Stefan Nemanja. Serbët i quajnë si babai i tyre. Nuk ka, se Stefan Nemanja... Dhe në të gjithë dokumentat e internetit kështu e tregojnë. Është flamuri i tribalëve, ai me kurorën. Do me thënë i bie që tribalët e kishin këtë përpara. Bravo. Dhe identiteti slav nuk është njohur deri në vitin 1320. Se popujt slav në këtë kohë nuk figuroni fare në zonën e Maqedonisë. Në 1100-ën. Se ata doni të shkëputeshin nga Bizanti, kanë përdorur një gjuhë glaotike. Themelimi alfabetit cirilik është bërë nga Konstantin filozofi i perandorisë bizantine. Dhe serbët kërkojnë identitetin e Kastriotit, për arsye se Kastrioti është nga Tribalda. Bravo, gjak me Aleksandrin e Madh. Tribaldët kanë krijuar identitetin e flamurit serb. Flamuri serb ka dalë pas shumë vite më pas. Po flasim në vitet 1650-1700 që filloi të themeloj. Pikërisht. Po ai nuk është flamuri serb. Ai është flamuri perandorak. Është flamuri perandorak i ushtrisë bizantine bashkuar me flamurin e dinastisë e mbretërisë Tribalda. Dhe kanë nxjerrë flamurin, do me thënë se serbët patjetër kërkojnë identitet, për arsye se nuk kanë identitet në flamur. Para se kur u krijua alfabeti glakolik në Ohor, pastaj nga dy nxënës për të bërë liturgjin kishtare. Pastaj më vonë kalojnë në cirilik. Dhe ka bërë atë rrugë nëpërmjet Bullgarisë, derisa në vitin 988 është pagëzuar me këtë liturgji kishtare pagëzimi në Kiev në vitin 988 i Vladimirit. Rusia nuk ka ekzistuar. Kievit. Dhe Rusia e ka marrë flamurin, stemën e simbolit nga serbët, pasi serbët e kanë marrë nga Tribaldët. Tribaldët. Hajde.